Thënie nga Neim Frashëri. Neim Frashëri ishte poet dhe shkrimtar. Konsiderohet një ndër figurat më të shquar të rilindjes kombëtare. Citojmë disa aforizma të tij. Zot i madh e i vërtet, për të ushqyer njerin, për të zbukuruar dhenë, për të shtuar mirësinë. I dha zjarre flak diellit, i fali dhe shinë rese, bëri dimrin dhe verën, dhe zemrës son i dha shpresë. Gjësë ndis humbet kur, e gjës vdes me të vërtet, mbasë ndryshohen pak, por janë në këtë jetë. As shtrohet, as paksot, as prishet gjithësia, vdesën e ngjallen prapë, si gjithë edhe njerëzia. Njeriu lind me ngashërime, ron me hidhërime, heqë shumë mundime, vdes me pshërëtime. O Zot i vërtet, me sa hidhërime e me çmallëngjime, ron njeriu në jetë. Sa në vend e shkreta jetë, ndonë se nuk e pëlqejmë, e pandehim të vërtetë, në gjësëndi se shkëmbejmë. Njerëzit të gjithë vdesin, po jeta mbetet e shkretë, gjuha më dhe mbesin të patundra për jetë. Çe është Zoti i vërtet, çdo gjë është zëri tia, gjithçka e s'ka në jetë është vetë Perëndia. Me çdo anë kërkova, thash ku është Perëndia, po më pastaj e mësova që n'ka ndaj mej e se dia. Qeshë djelë ish një hënë, u bësh uj e balt e erë, yll e zok e dash kam qënë, po edhe njëri qeshë shumë herë. Se jemi shqiptar, kemi gjithë një besë, jemi gjithë një farë dhe rojmë me një shpresë.